Përshëndetje mi që dashër. Shkojnë me vitën e radhës ku folë Shevqet Krasniqi, Hoxh Shevqet Krasniqi, për do vrasje, për shqiptarët shpiuna e për shumë sanë tjera. Kush ka mundësi më abo subscribe në YouTube, follow në Facebook edhe në TikTok, ja dishim për falimderes. Vëlloj mi që keni më befasu, qarë fjalimi pas ka majtë Shevqet Krasniqi në një debat dikun nuk e dinë si në televizion. Po shkojna me videon të diskutojnë bashkë miq. Kush e vrajti Haxhi Zekën? Kush e shpionoi Mullaj Drejt Gjilanin? Lexo librin e Pirakut, kallëzën qysh ka ardhur të zbulimi i tij. E që kur e kam lexu, kam kajt, jam kënaq të kajt. Kush e shpionoi Zerpenzit? Kush? Jam i bindur, besoj që edhe ti je i bindur. Dhe shumica dërmuese këtyre dëgjuesve, s'po them absolute. Mëra, ka marrë prokuroria diçka në faraksioni për këta njerëz që i kanë vra, me gjithë kush i ka vra, me gjithë shpionat, kush ka shpionu, apo a janë gjallë Allah, janë deka, i kanë vra. Se unë nuk e pas të ndigju, këtë fjalim që e pas ka pas majtë, Hoxh Shevqet Krasniqi. Ky bëhet fjallë trana o burë. Inshallah, nuk janë të vërteta. Jo që për i thot kë, jo të vërteta, po nuk po di, nuk po muna s'ma logika, s'ma pranon në konë kjo e vërtet. Po shkojnë tutje. Amo të na thojnë, me që ku del tim, diçka djegët. Dhe me thonë që diçka ka, shkojna. Sepse janë të rije, janë njerëz pa përvojë, por shumica tyne janë të bindur bashkë me ne se shqiptarët kanë qenë shpion të serbëve, apo serbët kanë pasur shpionat vetë brenda popullatës shqiptare, qysh në kohën osmanlive, që kur e kanë shqiptarët kanë qenë shpiona serb çkive. Apo ka Serbia ka pas shqiptarët vetë shpiona në shqiptari. Orun Gaza, edhe Staniva. Hazarën që jem dalë jashtë që 4 e kusur vjetë, edhe si kom një këto sene, po të rëshet 4 ube. Si ka mundësi, miq, une me shqit dikon, me shqit një shqiptar, të shko. Ku? Të shko. Të hasme. Që në ka prej, në ka vra, në ka gri. Une nuk e besoj që ata në konë shqiptarë. Nëse jenë konë. Se aty këtu pa pas një në bozën, këtë botën ka shpiona. I blenë me pare, i mashtron me pare dhe tratojnë venë e vetë, tratojnë vetën e vetë. Vetën, kështu që ka, amo kë hoxha, po dhatë me shumic, me vagona. Kjo është që po më dhe mumic. Me pas shqiptarë, shpiona me vagona, për herë pare kom një. Shkojnë atutje. marrë autonomin, kanë marrë pak frima shlirë, kanë pasur shpiona shqiptar në kohën e Serbisë vjetër 1913 të këndej, kanë pasur shpiona shqiptar në kohën e Austro-Hungarisë 1915-18, kanë pasur shpiona shqiptar sa të dush në mbretërinë e vjetër serbo-kroate slovene deri në fillimin e luftës së dytë botërore dhe shpartallimin e asaj mbretërie. Ka pasur shpiona shqiptar në kohën e Rankovicit sa të dush. Ka pasur shpiona shqiptar në kohën e Titos. Do me thonë miq, kjo për bjen që krejta shpiuna që na kanë trahtu neve i kanë cuptu tokat. I kanë vra shqiptarët. I kanë uzërpu tokat shkjet me shpionllak tonin. Me disa, s'puna me thonë shumë që shpot hoxha, po aty këtu. Do me thonë që i kanë ble, do me thonë e këna pas që janë vetë vetës. Që shtojnë plesh fjallë popullore, uku i kes të bjen, jo, qeni kes të bjen uku në të rishtë. Ku uku nënë. Shkojnë tutje me që? Të dush dhe me knatësin më të madhe
Sa që kam një përshtypje, Zotin falë, se kur ne që adhurojmë Zotin me knatësia adhurojmë Allahun, e gëzohëm kur adhurojmë Zotin, gëzohëm kur e falim Bajramin, e falim Gjumën, e gëzohëm kur e bënë putharit, qashtu këta e ngëzohëm, një pjesë e popull që ta shpiona, qashtu e ngëzohëm kur kanë arrit me aqo komunistave, Beograd aqet e tjerve, informata për popullin e vetë, për lazinëve, sa e që ka ditë, o nuk e di për këtu që bëren duka gjenë atje, apo që bëren A më unë nuk e di ako Shefqeti Hoxha dëshmi për të fjallë që për full. A janë veç për të nine. Unë për vete, po i shpjegoj me të nine prej Hoxhës. Për Hoxha a i njef në ikon, a veç i ka një. Nëse njef të ikon, Hoxhën dhe rumë, pe këtuet po të bëj apel, shko vëllat të prokuroria. A ka prokurorin këtë Kosova jo vëllat. Qa ka po që e zezë prokuroria? Ky pot ka pos shpiuna në luft. Që po i din. A më në këtë aspekt prokuroria s'pas ka posan, pas ka flajt. Kjo i bjen që s'po du me honat fjallin qa pe kuptonin qa po du me thonë. Gjithmonë nëse është e vërtet. Shkojmë tutje me që. Po di që bën i jam e që të vlau e migja këshërin e që të për vlaznit vetë, fes, gjakot, vlaznit të një Kjo është e vërtet, sepse nëse ne kom një pistolet qëto, të regoj ty e din, tjetëri nuk e din. Nëse mu vinë policia, vetëm ti mi ke dërgu, që të treku se ka dit. Kjo është realitet. Këta kanë kalëzu e babalarë tonë për para. Në kone Rankovicit, kërë vike dhe ke Pezo Hasan, bim altin, s'kom mëre, bim altin, s'kom, e rreshin, bam, bim altin, na dim ku e ki, na dim që e ki, a i the ke zepraneke, jo, filan murin, filan vene ke altin. Shkojshin ja gjoshin, ja theshin, unë ja gjoshin altin. Kush i ka dregu? Veqa që e ka dit. Kështu që në këtë aspekt i besoj, pa tjetër, shkojmë të utjemi që. Në barku, pra jo të shpiona, por të devatëshëm. Ka pas shpiona në kohën e Miloshit, dhe një pjesë e tyne ka në rritë të mbahën më sheft, një pjesë e tyne dhe qitit zotin shesh. Ka pas shpiona gjatë luftës së shlirimtare, ka pas shpiona dhe pas luftës. Ka dhe zët. Mendoj, e përseres që të pikë nuk ka kush që më në lunë, e që në kuptan se kë popull shpionajën e ka në qef, din me ka shpiona. Gjithmonë një numër, stakfirullah, me thonë, këtë popull, zotin arrujt, gjithmonë një numër, po në 10.000 vetë një me gjetë është sa dush, po 1 milion një shpion të bo balësh. 1 milion një shpion është balë. Kush e mbrojti Hajizeken? Kush e shpionoj Mullaj Drejt Gjilanin? 50 najti mbyllur më sheft, shqiptar të shpionuar. Lezo librën e Pirakut, kalëzën që shkar deri të zbolimi tina. E që më kërë kam ledzu, në atë ko Piraku, e që ka qenë i vdekur, e më lutë me letu zoti, jetën varrez atje, edhe kam kajt, jem kënaq të i kajt. Edhe që jem kënaq, pëtë me të shëri. Jo, mi së mëjnë ma shumë. Për si të bolë së mëjnë ma shumë. Shpëllak, o zot, runa për njerëzve të këqi. O zot, pështohë Kosovën për kësi njerëz të këqi. E më rëzot që votut në ishala në kanë Kosovë kësi njerëz të këqi. Se këta nuk i vinë kërkujna. Aj që vinë vetës, se le më dikuj tjetër. Kështu që, mishë të dashur, kjo ishte vitja për sonde, natën e mirë. Shqiptar, anë e mbarë në botës, ju përshëndes nga zemra. Pa marë parasysh që jem larkë, ku do që jem. Natën e mirë, kalofshi mirë. Mirë pafshën në vitit e radhës. Opozit, like, share.